Akti normativ për t'ulur akcizën si përgjigje ndaj rritjes së çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare pas konfliktit në Iran është bërë i ditur mesditën e premtes nga Ministri i Financave. Qeveria shqiptare sot ka ndërmarrë akti normativ për të ulur akcizën. Ky akt normativ parashikon uljen e akcizës me 20% nëse çmimi i shitjes me pakicë i përcaktuar nga Bordi i Transparencës do të jetë mbi 220 lekë për litër për naftën dhe mbi 200 lekë për litër për benzinën. Java e fundit në tregun e karburanteve në Shqipëri u karakterizua nga luhatje të forta çmimesh, duke reflektuar zhvillimet në tregjet ndërkombëtare. Në fillim të javës nafta u tregtua me rreth 203 lekë për litër dhe benzina 175 lekë. Brenda pak ditësh, çmimet u rritën ndjeshëm me naftën që arriti deri në 218 lekë për litër dhe benzinën në rreth 181 lekë. Tregu shqiptar reagon sipas një strukture me prodhim vendas të naftës bruto, por import të nën produkteve të saj. Sipas të dhënave të Eurostat, Shqipëria ka një normë varësie energjetike rreth 27.3% në vitin 2024, duke u renditur ndër vendet me varësi më të ulët energjetike në rajon, një tregues që ka psuar përmirësimin më të shpejt në Europë për nga fakti se vendi mbulon pjesën më të madhe të nevojave për energji nga prodhimi i vetvendas dhe jo nga importet. Eurostati është referuar të dhënave të eksportit të naftës bruto me një shkallë varësie për rreth -407% ose prodhim mbi 4 herë më shumë se nevojat e vendit, por nafta që nxirret është kryesisht e rëndë dhe shitet për bitum, duke lënë vendin në praktik të varur nga importet për karburante që përdoren nga automjetet, me një varësi për rreth 40%. Krahasuar me pjesë më të madhe të vendeve të Europës, të cilat varen 100% nga importet, Shqipëria ka një avantazh të dukshëm, megjithatë tregu vendas i karburanteve mbetet i ndjeshëm ndaj luhatjeve globale për shkak të importit të nën produkteve të naftës.